Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. فيقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ويقول في آية أخرى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث الشريف ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب له. Falënderojmë Allahun, salatë e selame i quajmë pejgamberit ton Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokët e tij, gjithë besimtarëve musliman që ndjekin në rrugën e Islamit, rrugën e besimit. Ajetet kuranore që i lexuam edhe hadithen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam flasin për të vdekurin, për shpërblimin e atij që është në rrugë të mirë, që fiton xhenetin, edhe shpërblimin e atij i cili është në rrugë të gabuar e fiton si shpërblim xhenemin e runazat. Ku Allahu ata cilët vdesin me iman, ata cilët vdesin si besimtar, në momentin e vdekjes Allahu çon melaçe, të cilët e thirrin ya ayyatuha an-nafsul mutmainna, o ti shpirt i qetësuar e i bindur, irji ila rabbika radiyatan mardiya, ktheu te Zoti yt duke qenë i kënaqur dhe hyn me kënaqësi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, hyn në mesin e robëve të mi dhe hyn në xhenetin tim. Kjo është cilësia që Allahu i fton muslimanët e mirë, apo melaçet. Kurse besimtarët e din këtë dhe janë të bindur se në momentin ku muslimani e shijon vdekjen, do të shohë një botë shumë të lumtur që ka përgatitur për vetveten e vet, me mëshirën e Allahut të fuqiplot, i cili ja bëni nasib ai më kon udhën e drejtë. Muhamedi alayhi salatu wasalam shpesh në lutjet e tina, në duat e tina ka bërë kështu: ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O Allah, ti që je shndrues i zemrave, shndroj punën e zemrave tona në punë të mirë. Edhe bëre që ato të jetojnë me të derisa ti të i merresh. Do të kemi për borxhe kemi të lutemi Zotit që ai neve të na ruajë imanin. E kemi për borxh ne të lutemi Allahut që Allahu fuqiplot imanin neve me na ruajt. Në momentin kur ne fillojmë me menu se ne jemi të garantuar, sepse elhamdulillah po vin xhuma, elhamdulillah fali sabahin, elhamdulillah marr abdes, po lexoj Kur'an, këtu është gabimi më i madh i muslimanit. Sepse Muhamedi alayhi salatu wasalam vetë ka bërë këtë dua: o Zot, më ruaj imanin mua, ose o shndruesi i zemrave, ya muqallibal qulub. Masi Muhamedi alayhi salam ka bërë dua, pse ne mos bëjmë dua që Allahu ne na ruaj imanin? Ne duhet bëjmë dua, sepse në momentet e fundit të kësaj botës njeriu ndashte, po sigurisht çdo gjë do t'i japë, vetëm mos me vdek. Alayhi la'na, shejtani i mallkuar, edhe në momentin e fundit tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vjen edhe te koka njeriu se i pijet ujë atij i cili vdes, e rrok etja, zhegi, ka nevojë për të pi ujë, shejtani ja vitet te koka i thot: ku e ki Zotin tënd, i cili ki besu sa vjet? Thot: tash s'po t'jap ujë, unë nuk më dhën ujë. Ai që është i lohatur, ai beson shejtanin ti kokë i vërtet. Amo ai prapë lëllëç. Edhe në momentin e fundit shejtani munduhet me kthy njeriu në mosbesim. E lemo të tani jetës. Për atë kemi nevojë gjithmonë të bëjmë dua te Allahu fuqiplot, qoftë namaz, qoftë tesbih, në kudo që të jemi, që Allahu neve me na ruajt besimin, edhe zemrat tona me na ruajt prej bindjeve të këqija. Kjo është për muslimanin e mirë. Kurse për ata cilët nuk besojnë, Allahu urdhëroi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ku ai tha: "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala taqum ala qabrihi." Edhe mos ja falti namazin e xhenazës asnjërit prej tyre që ka vdek prej munafikave, wala taqum ala qabrihi, edhe mos qëndro pranë varrit të tyre.
Mos qëndro afër varrit ti, cilit ati i cili ka jetu jetën e dyftyrshit, munafikut, ai i cili me goj ka thënë la ilaha illallah, ka dalë në xhami me fal namazin, ama në zemër ka dasht me shkatru islamin, e jo me nimu islamin. Albisu min thiyabikum al-bayad fa inat harabat wa kaffinu fiha mautakum. Lidhe me të vdekurin, gjenazën dhe pregaditjen e saj, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam porositi që njerëzit, muslimanët, t'i veshin, tha veshnin të vdekurit tuaj me rrobat më të bukura, të bardha, të pastra, edhe tha mbështjellone me të vdekurin tuaj. Pra, qefini tjetë i bardh, tjetë i pastër, dhe me të mbështjellohet trupi i muslimanit për t'i tregu gjithë njerëzve. Allahu fuqiplot ka dasht që çka do që i ke pas për kësaj dynjaje, çka do që i ke pas për kësaj dhuntive që Allahu t'i ka dhënë në dynja, me vetin në botën tjetër, po e merr vetëm një qefin i cili mbështjellon trupin tënd, i cili mbështjellon avretin tënd, derisa të falet namazi i xhenazës, derisa të lëshohet trupi dhej. Sepse ashtu siç ka filluar kjo botë, ashtu edhe përfundon. Momentin që ka le njeriu në këtë dynjë, ka dalë në këtë dynjë, gjithë kanë ardhur patesha, lakuriç kanë ardhur. Ashtu edhe po shkojmë për kësaj bote për dëshmu se kur gjë më veti s'kemë marr, kur gjë më veti si e tu marr, vetëm gjë është ato vepra tua që i ke bën në dynjë, qofshin të mira apo të këqija, ato jetë i marr me veti. Por asgjë tjetër. Islami nuk ka dashur që njerëzit të preokupohen shumë me të vdekurin, edhe të bëjnë harxhime të panevojshme për vdekurin, kishte kjo e ndihmon. Për atë dhe xhallarët gjithmonë japin nasihat, këshill që gjatë vorrimit përveç qefinit me të vdekurin kur gjë nuk shkon me ta. Kur gjë, absolut, kur gjë nuk shkon me ta. Jo jastëka, jo qebe, jo batania, jo jargona, këtu sende nuk kanë vend të muslimanët. Sepse ne besojmë fuqishëm se ashtu si ke arti në këtë botë, ashtu jetë duke shkuar ti në atë botë. Kushtish ato që të veshim në aty me vete, ajo nuk të bënë harë dobi, po ajo më mirë është me avon një njeriu të gjallë. Vdekurit nuk i bënë e hajrë heqë. Kurse për këta tjerë që s'janë të fejes donë, na çka mas përshohim, lloj veshje, lloj harxhime bëjnë, saqë edhe ju e keni pa në një vend për vendeve harrova se ku ke, kish dhonë amanet kish dhonën, që i kur vdesone, e kish pas dasha i shumë një motor, ka kish shku me motor kish shkue. E tha, ku të mështini dhe, tha me gjithë motor me mështije. Për ta qafira, qka s'boj? Me motor me mështije me dhe, e kështë ndrejsh të api gjamit, i kini pa në televizor se kështë lajme ko. Edhe e kanë shti, vorën më e kanë qelë se ka zdo me gjithë motor, edhe e kanë shupë, të jamër mene që në dënja i duhet motore atina. Jamër mene që i motori duhet në dënja, dhe ti kalla atina motore, në këtë dënja si ka kalla në dënja pi kalla atina. Si kallë, musliman, se se koni lidhër me Allah, po që blok, se ku ardhe në këtë dënja, ardhe me motore? Mos ka ardhe me motore? Jo, po ku përshka në motore? Qysh kjo është, shka? Vepra tua që i ki pas meri me vedi. Amo kjo është bota, jo islame. Edhe ne nuk dojmë të shumë në detaje të, se shka zbojnë ata shka zbojnë. Më nemi duke folë për atë që edhe muslimanët janë duke shku në këtë rrugë. Edhe muslimanët janë duke shku në këtë rrugë. Duke lënë emanetet pa vend, duke lënë fjalë pa vend para se me vdek. Para të edhe besimtari si besimtar musliman, kur ndodh momenti i vdekjes, vjen te hoxha dhe thot baba ma kalon këtë amanet. Edhe shti, a duhet me kry, as duhet me kry. Pa i emanetin e parë që u desh baba me talon ty, apo nana ku shka vdek, u desh me talon mos e lë namazin pa e falë. Kështu ja bëri Jakubi alayhis salam, djemë vetë i tha, o bijtë mi, tha kur vdes unë, kuna keni me bëj ibadet.
Tho, o baba jon, kene më bëj ibadet Zotin e Ibrahimit, babës tonë, Zotin e Ismailit, Ishakut, gjyshve tonë. Tha, ilahën wahida, wa nahnu lehu muslimun. Zotin një, edhe na atina i në musliman. Ky ishte maneti i kuna, i njerëzve pejgamberëve që Allahu i dërgoi në këtë dynjë. E jo e maneta, vende pa vend lohën, e masanej a ka mundësi të kryen apo s'ka mundësi të kryen prej gjallëve. Ma min muslimin jemutu fa yusalli alayhi thalath sufuf min almuslimin illa ujibala. Se cili musliman që vdes edhe ja falin atij xhenazën 3 safa ujibala. Ai e ka të garantuar atë dua që ja bojnë të 3 safa të muslimanëve. Në fjalë tjera, kur të kryhet rreshtimi i safave për të falë namazin e xhenazës, nëse është numri i vogël apo i madh, duhet mundohen që atë numër ta ndajnë në 3 grupe: safi i parë, safi i dytë dhe safi i tretë. Këtu nuk i safi i imamit. Imami nuk i këtu në saf. Këtu imami nuk numërohet saf. Pa doon imami janë veti, safi i parë, safi i dytë, safi i tretë. Pra nëse janë, për shembull, 9 vetë, e dajnë në 3 safa ka 3 vetë. Nëse janë më shumë s'tu punë. Kryesor janë let jenë 3 safa, 3 rreshta në faljen e namazit të xhenazës. E jo me bu ata një saf 9 vetë apo 10 vetë apo 20 vetë. Po ta bëjnë 3 safa për të arrit këtë shpërblim që u përmend në hadithin e Muhammed Mustafas alayhi salatu wasalam, që 3 safat muslimanëve t'ia falin xhenazën të vdekurit. Nëse ka më shumë nuk prish punë. Nëse ka më shumë se 3 safa, kush është? Po ama nëse ka xhamat më pak edhe del kështu, atëherë besimdarët mirë është ti ndajnë në 3 safa. Nëse ka njerëz, nëse s'ka njerëz, atëherë ndoshta nduhet edhe veç imami ja fal. Arkanu salat al-janaza, ruknet apo shtyllat e namazit xhenazës janë këto: al-qiyam, qëndrimi në kam, takbiratul arba, 4 tekbirat, istiftah, leximi subhanakes, as-salat alayhi nabi alayhi salatu wasalam, me çu salat pejgamberit alayhi salatu wasalam, dua lil mayyit, lutja ndaj të vdekurit, at-tartib, renditja pa tjetër renditja ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe at-taslim, edhe të jepet selam. Ne nuk dojmë të him detaje shumë, sepse çështja e namazit xhenazës është një temë e gjon shumë. Edhe muslimanët nuk do thotë që kanë dallime në ta, ata kanë probleme me ta. Jo, absolut. Feja islame është e gjon. Por çdo kënd ka vend në ta. Por çdo kënd ka hapësirë në ta të gjeje. Po më. Këto rregulla që i kanë përmend ulemaja islam. Shembull tu mëdhëbin Hanefi, që i ka përmend 4 tekbira, e para është qëndrimi në kom, 4 tekbirat, leximi subhaneke, salat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pastaj e kemi duan ndaj të vdekurit, e kemi tertib, renditjen, në fund e kemi edhe selamin në krah djathtë dhe në krah mal. Kjo është rendi që ulemaja islam të mezhebit Hanefi kanë paraqur që kjo të jetë renditja duke u bazuar në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Ne gjithë e dim se ka edhe mezhebe tjera, të cilët pak më ndryshe e falin namazin e të vdekurit. Që çdo gjë është e pranueshme për neve, por shkollat juridike ne e dim që janë 4 ato. Ajo Hanefite, Shafite, Malikite dhe Hanbelite. Që të 4 janë të pranuara. Edhe që çdo 4 kanë xhamatin e vet. Muslimanët janë gjithë të lidhur në shahadet la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Po më ka disa imcina të vogla të cilët kanë dallime mes veti, që edhe sahabët, shokët e pejgamberit sa kanë pas dallime njëri me tjetrin. E tash, për atyre dallimeve që kalon vet sheriati jon, islami jon kalon dallimen të, janë imcina të vogla xhamat. Janë kategorisë 2, 3, nuk janë farze këto. Këtu nuk janë farze. Për atë edhe bota islame sot është duke vujtën sepse ata janë rrok për sunetet, nafilet e dorës 2 apo 3 e farzët i kalon pa i bë. Farzët e lojnë. A janë rrok për nafilet, sunetet cilës janë dorës 2 apo dorës 3.
Traditash mezhebi jon hanefiket e parashef leximin e subhanekes, salat pejgamberit sallam, duan e të vdekurit, edhe jep selam kradial kratmaj. Mezhebe tjera parashojnë që ilhamit lexohet. Po më nuk ka nevojë kjo të ngjallë kërshëri apo mi bëj hizmet mezhebi tjetër tu e pas në mezhebin ton. S'kemi nevojë na të merrem me këtë gjëra. Është e gjallë, e vërtet. Në vende tjera që veprojnë me mezhebin e tyre, dorën zemër, ata në vendet e veta e praktikojnë dhe mësojnë xhamatit vet. Apo pse na tash me dallashi xhamatin tonë me thonë që ja tash vetëm një selam po desh ka me thonë, se një selam ata e kanë. Disa mezhebe një selam e kanë, jo dy. Se nuk e zojnë tamam sikurse namaz po është një lutje. E tash të sjellim mesin e popullatës tonë mezhebe tjera, të cilët po e përsëris janë të pranueshme. Po ama ato janë të pranueshme edhe mund njeriu të punojë me to. Në ato vende ku to praktikohet. Nëse shkon në Indonezi, Malezi, është mezhebi Shafii atje. Atje mezhebi Shafii është, atje nuk bën punë as mezhebi Hanefi, nuk bën punë as mezhebi Hambeli apo Maliki. Kanë mezhebin e vet. E tash na më shkuat në Miandru, jo. Na s'kemi nevojë me shku me Miandru atë mezhebin, se mirë kanë mezhebin ata. Ja nëse dojmë me shku me një mu në farze ku kina met në musliman të mas, kina met në shkollin mas, kina met shumë sende mas, e jo të kapemi për sënetin a duhet apo nuk duhet mas elhamit me lezu me zonë amin apo nuk duhet me lezu. E këto gjonë neve në kam bënë këtë dërejgje me met se a thu pse na kemi met tash kas mas. Nuk kemi nevojnë të merrem me këtë gjonë e mas andej të marim të izgjejmë zgjidhje apo të ofrojmë zgjidhje problemi që na ka dalë. Jo, problemi ka arë vetë. Cili ka arë, e ki pru ti. Bojrum në farz, ku kena problemet e farzit, po. Farz kena probleme në kryesore. Kemi në haramet më dhaja probleme. A më janë sunetin e dyta për dërës tretë. Hala pa e mësu namazin mirë, hala pa e mësu rënditjen mirë. Rinia e sotit e mësojnë tekbirin. Tekbirin. Ashtu si që është sevap, me zebe tjera me po tekbir, pra me ngredu të shvele, me zebin tonë nuk ka sevap me ngridur. E tash prena pse na me pru me zebin tjetër, ku ne kemi me zebin tonë. Mirë. Pa thu qash po desh ka më konë njeri të asub, dëmon i përmbajtër me zebin e veta, jo. Nësë pëthëm kaq, po ti shko me zebin tonë mbjellë a që pika ki ardhën, të arab të qyra ta paranojnë. Jo, gjumë për pengjere. Po pse me pje punën të nakshtë? Në farze bëjrum. Në farze ku kemi probleme me zveti bëjrum. Qëre të farze probleme? E kemi mos falin namazit, mos falin e gjumas, e kemi mos respektimin e nanës, apo e kemi harame ndryshme, droga, rakia, e shumë sande tjera kemi, këtu hajtë të bisedojmë. A më këta nuk kemi nevojë të bisedojmë. A mos sunetet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, gjithsesi, ne nxisim ato të punojmë. Amo nuk do të thotë që me zebin që e kemi ne e kemi anash. Tonat janë dyshim të keq të sen. Saqë shumë herë kemi thonë, ata njerëz që mendojnë, xhamati thonë me dhonën, se ju nuk keni mas që falni dur ndërkëdis, ai le të bjerë istighfar imanit vet. Ai le të bjerë istighfar imanit vet. I lidhe si lidhe dur, na jemi drejtu ka kibla, jemi drejtu ka çavë mëra muslimani me këtë. Shahadet kemi ra. Tash domethën, një sunet, cili sunet? Një sunet dorës 2, dorës 3. Tash po bëhet shkaktar që na më prish me vetë, apo? Apo pse kjo kështu mendon? Pse kjo kështu mendon? Po i rom, ato sende të cilet ka dallime në to, ato sende të cilet duhet çdo shoqëri ka nevojë të luftohet diçka në to, apo të mbjellet diçka e cila nuk ekziston. Bujrom të bisedojmë. A mo jon këto pika ne çkaktojmë kokçarje probleme, e masanej po kemi probleme valla në xhamin. Pse çfarë kemi probleme jo? Po kemi na probleme. Na po dojmë fal 8 recate travjet, ata po lipin 20 me fal. Po mirë, ta se di që Hazreti Omeri ka thënë 20 recate fal travjet? A se din se në Qabe edhe në Medinë falet 20 recate? A se din se shumicën e vendeve islame falet 20 recate? Ata është deshte me na kallëzuti se sa recate? Ku dihet se pejgamberi alayhis salatu wasalam lidhe me namazin e teravive apo namazin e natës, sidomos muajin Ramazan, nuk ka caktuar sa dush fal. Kemi thonë për namazin e xumas, sunetin e xumas. Na çohemi me fal 2-3 recate, 4 recate, duke shoh nuk fal hiç. Po mirë, a din që sahabët me hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kam vepruar që 6 recate ka fal. Disa bile 12, se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kush i fal 12 recate, unë ja garantoj atij xhenetin. Me një hadith thotë 10. Unë ja garantoj një shtëpi në xhenet atina. E tash na ket babun derën e nafiles, e cila është shumë e gjonë në Islam, na ta ngushtojmë
edhe ti thon vetes, ja valla na kanë bën neve me shenjë. Jo, vetë i bën me shenjë. Kur kush ka bën me shenjë? Unë fakultetin kam kryer në Medinë. Asnjë arsimtar, asnjë doktor shkencë atje, kur nuk kam bën problem se unë jam fal si kur të fal na sot. Kur s'ka bën problem. Edhe notën kur s'më ka ngur hakën. A më vjen dikush, edhe thot unë duhet më së pari më mësu tekbiret, edhe aminin duhet më mësu, edhe pastaj çka? Kur të marrin me shiqu, a be lexoj te jatin, te jatin nuk di me lexu. Nuk u kon gjendje te jatin më mësu. Cile më rëndësi? A tekbirat te jatin. Te jati është leximi i saj vajib. Leximi i saj është vajib. Leximi i saj është vajib. E këtu të para, ne nuk mendojmë që kemi mundësi këto sende na me ndryshue mbrana natës. Allahu akbar. Ne mbrana natës nuk besoj fuqishëm se kemi mundësi me ndryshue, por muslimani si musliman duhet të jetë me diapazon më gjerë se çdo kush tjetër. Se çdo kush tjetër. Është e vërtetë. Në shumicën e xhamive bëhen disa sende të cilët as janë me zëvën alifi pas një mezheb nuk e rrokin, po ama tash ne kemi gjetën. Nëse ka mundësi me kuptimin e xhamatit, me marrëveshjen me bashkimin islame, me xhallarët, të bëhen ndonjë ndryshim, po s'ka mundësi e vazhdojmë kështu, s'kemë çka bëjmë. Po ama se jo pas çdo gjë çka bëhet, është me zëvën alifi, jo absolut jo. Po ama nuk arsyetohet absolut me kry shkollë, me arë këtu, vend që me mësu farzët, imanin, besimin në muslimanëve, na me mësu me zjebin qëtër cilët, ne veç dim, se me zjebin Hanefi në botën islame, është më mas i mbetër, s'më thëmë i prapë mbetër, më mas i mbetër. Pse? Se shtetet cilët janë me zjebin Hanefi, janë të varfëra. Qa kiti me Pakistanin, me Afganistanin? Nuk kanë mundësia ta me të botu libra tua, që e boton në gjuhë Shqipa, po në gjuhë qetë që të ndërkoft, ku dëshiron me përhap me zjebin Hanefi. Amo me zjebe tjera janë të pasra, nësë në shtimi me Emiratën, nësë në shtimi me Kuwaitin, me Arabinë Sauditë në shtimi. Edhe ata, cilët vinë, jo gjithë, runazat gjithë, një grup i të në që vinë vetëm me këtë mendim që ne të androj me zjebin këtinu. Jo bra, s'ke nevoj me androj me zjebin, po me zjebin jonë është i pranuar. Cilët e qoftë është. Ne ti përmbaj me zjebin tonë, për atë edhe gjatë falës namazit, është të gjenazit, është fjala, leximin të i subhanekes, është në rregull. Leximi i salavatit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është në rregull, edhe duaja e xhenazës, apo në rastet ku populli apo xhamati nuk e din duan e xhenazës, bën me lexu elhamin, duke besuar që inshallah kjo e zën atë vendin e namazit të vdekut, pse duas vdekut, pse çdo kush duhet ta mësojë këtë dua, sepse është gjë e cila neve na duhet. Edhe në fund selamin kradian, kradmaj, me këtë po mbyllet kapitulli i falës së namazit xhenazës. Për gjëra të tjera të cilët ulemat e Islam kanë përmendur se te puna të vdekurit, sa duhet mungoj për një trupit nëse ai mungon. Ulemat kanë thënë me zëviton që nëse koka është gjysma e trupit, duhet t'ia fal namazin e xhenazës. Por nëse është koka prezente, gjysma e trupit, pra deri në kthis, deri kom, ajo xhenazë duhet falet. Po nëse mungon koka, apo vetëm koka është, ajo xhenazë nuk falet. Nëse ndodh raste që muslimanët kanë më shumë se një xhenazë, nuk prish punë xhamat për përsëris, nuk prish punë nëse e falin me një herë këtë xhenazën. Nëse janë 2, 3, 4, 5, 6. Mos u çuditni nëse ndodh me një xhami e ka fal këtë më herë. Apo nëse është një xhenazë burr apo grua, cilës duhet t'ia fal përpara. Se e diun në far muhabeti apo këtu, nuk prish punë namazi i xhenazës, cilit është a burr apo grua, cilës përpara më fal. Se në fundit është menduar ajo. Nëse më fal namazit xhenazës burrit para të gruas. Po ama nëse ka ardha pa marrë nëse ne hekim, nëse bëjmë gjëra tash, me hekëm prej vendit ku po falim, me ia plotsu dëshirën doni xhamatit me ndubën me arrit. Jo. E falim kush ka mri pari. A nuk prish punë, po përsëris, nëse ato falen për më një herë këtë. Për më një herë, nëse janë 2 xhenazë, 3, 4, 5, për më një herë falen me një herë. Me një herë falen vetëm se duaja bëhet pak më ndryshe. Edhe tjetra është, nëse ndodh rasti, me këtë po përmbyllim, është xhenazja o vorros. Edhe kur kush e ka fal xhenazën, apo një xhamati ka mri më vonë. Tash çka është halli i kësaj? Muslimanët e kanë një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili kështu ka ndodhur për një prej sahabeve, u njoftu vonë ka ardhur, ata pejgamberi sa mu afru te vorrit, edhe ja ka fal xhenazën duke qenë ai vorrosur.
Do të nëse ndodh kjo, që varroset muslimani, apo raste ekstreme është me një smundje ngjitse të madhe, apo diçka e cila nuk ka mundësi ne të pastrojmë, duhet detyrimisht ta falim xhenazën, ne nuk mundim të falim xhenazën pa u qenë i pastër. Për atë e shtim më dhënë herë, pastaj ja falim namazin e xhenazës. Kjo ishte rreth vlerës apo formës së namazit të